Dani, emocione sot? Sot kënaqësi. Jo në emocion të dikushëm, por kënaqësi. Është vërtet kënaqësi në këto momente, në këto kushte, në këtë moshë ne përpiqemi të shprehim diçka ose të japim diçka nga e kaluara jon, por gjithmonë janë me shumë vonesë gjanat. Gjithsesi, është gjë e bukur të lush në këto nivele, me këto skuadra të huaja, kuptohet është interesi më i rëndësishëm. Shokët janë më të shumë, moshat janë më të ndryshme, mblidhemi me njëri tjetrin, po përpiqemi që të organizojmë edhe një skuadër veteranësh në qëndtarmen të kemi sa më shumë aktivitete, të jemi fije më të gatshëm, të jemi fije më në tonus të futbollit. Gjithsesi është kënaqësi, sa do pak, sa do është t'jepsh atë që mendon se e ke dhënë ndikuar. Mosha natyrisht Mosha është mbi vite, mbi subet tuaja, por edhe disa pritje të bukura sot nga ju. Mosha ban veten, normalisht. Një shprehje thot nuk i kam numëruar vitit e moshës, por dëshira është e madhe të lush futboll. Ndërkohë Vllaznia sotme. Vllaznia sotme moment decisiv. Sot janë dy ndeshjet e fundit, fati i një vitit. Vllaznia i ka mundësitë për ta kurorzuar me një sukses kampionatin, me që i mungon shumë këtij qytetit. Tham që të gjitha kushtet, nëse Vllaznia fillimisht e ka filluar me objektivat e një kupës terore, ajo i ka arrit objektivet, por unë mendoj që pretendimet janë më të mëdha, për kushtet, për mundësitë dhe për vlerat e Vllaznisë janë më të mëdha. Besoj që është brenda të gjitha mundësive për të sjellë një kampionat në Shkodër. I uroj këto dy ndeshje shumë fat, shumë sukses. Me pak kujdes unë mendoj se mundën me epër. Si një pjesëtar i stafit të vitit 2001, ati ekipi kampion, cila është porosia e Avenir Danit për stafin dhe futbollistët e sotëm Vllaznisë? Gjergji, ka ardhur fundi, janë dy ndeshje, siç e thash, janë dy ndeshje dhe këto dy ndeshje nuk kanë shumë nevojë më për leksione, don shpirt, don sakrificë, don mendim. Dhe sot ato janë masë të karikuar se të gjithë kampionatin. Pra janë dy ndeshje të fundit që s'ka vlerë më as biseda, as skema, as morali, as kërgja. Thjesht një luftë e fortë me mendimin e trofeut. Faleminderit. Faleminderit edhe ju.